Në një kohë të largët, kur malet ishin më të larta dhe përrenjt më të thellë, në zemër të një pylli të madhe të errët jetonte një tigër i vogël me emrin Arjan. Ndryshe nga tigrat e tjerë të familjes së tij, Arjan nuk ishte as i madh, as i fortë, as i frikshëm. Ai ishte i vogël për moshën e tij, me shirita portokalli që dukeshin si të zbet krahasuar me ata të vëllezërve të tij, dhe me një zë që mezi dëgjohej kur përpiqej të vrumbullonte. Familja e Arjanit jetonte në një shpellë të gjerë në majën e një kodre të lartë, nga ku mund të shihnin gjithë pylli që shtrihet përpara tyre. I ati mbreti Kesar ishte tigri më i madh dhe më i respektuar i gjithë pyllit, ndërsa nëna e tij, mbretëresha Lira, ishte e njohur për mençurinë dhe bukurinë e saj. Vëllezërit e Arjanit, Darius dhe Maximus, ishin të dy më të mëdhenj se ai dhe tregonin shenja të fuqisë së madhe që do të zotëronin kur të rritesin. Çdo mëngjes, kur dielli fillonte të ngrinte mbi majat të maleve, Kesari mbliste bijtë e tij për t'i mësuar art të gjuajtjes dhe luftës. Një tigër i vërtet, thoshte ai me zë të thellë që jehonte nëpër kodra, duhet të jetë i guximshëm, i fortë dhe pa frikë. Ai duhet të jetë mbreti i pyllit, dhe të gjitha kafshët e tjera duhet ta respektojnë dhe ta friksohen. Darius dhe Maximus dëgjonin me vëmendje dhe provonin me kënaqësi lëvizjet e gjuajtjes që u mësonte i ati. Kthetrat e tyre të mprehta shkëlqenin në dritën e diellit, dhe vrumbullimat e tyre bënin që toka të dridhej. Por Arjan qëndronte në një cep, duke u ndier i vogël dhe i papërshtatshëm. Arjan, i thoshte Kesar me pakënaqësi në zë, pse nuk vjen të praktikosh me vëllezërit e tu? Si do të bëhesh një tigër i vërtet nëse nuk mëson të luftosh? Arjan ulte kokën me turp. Unë po përpiqem, baba, pëshpëriste ai, por zëri i tij humbiste në erën. Një ditë, ndërsa Arjan ishte duke ecur vetëm në përpylle, duke kërkuar diçka që mund ta bënte të ndihej më i dobishëm, ai dëgjoi një zë të hollë që po kërkonte ndihmë. Ndihmë! Dikush më ndihmoni, thërriste zëri. Arjan ndjek zërin deri te një pemë lart e bredhi, ku pa një shpend të vogël me pupla të bukura ngjyrë blu që ishte ngecur midis degëve. Era e fortë kishte hedhur nga foleja e saj, dhe tani ishte kapur në disa degë të ndërthurura. Të lutem, ju lut shpendi, më ndihmo të dal nga këtu. Nuk mund të lëviz krahët e mi. Arjan pa lart në pemë. Ishte e lartë dhe vështirë për të ngjitur, dhe ai nuk ishte kur një alpinist i mirë, por diçka brenda tij i tha që duhej të ndihmonte. Me kujdes, Arjan filloi të ngjitej lart në pemë. Kthetrat e tij të vogla u kapën pas korës dhe ai u ngjit ngadalë, deg pas dege. Disa herë gati ra, por vazhdoi të ngjitet. Kur arriti te shpendi i vogël, ai me kujdes përdori dhëmbët e tij për të prerë degët e ndërthurura që e mbanin atë të ngujuar. Faleminderit shumë, tha shpendi kur u lirua. Unë jam Zefira dhe ti sapo më shpëtove jetën. Si mund të falenderoj? Nuk ka nevojë, tha Arjan me një buzëqeshje të vogël. Jam i lumtur që mundur të ndihmoj. Zefira e shikoi me kujdes. Ti nuk je si tigrat e tjerë, apo jo? Ka diçka të veçantë tek ti. Nga ajo ditë, Arjan dhe Zefira u bën miq të mirë. Zefira i tregonte Arjanit për botën nga lart, për vendet e largëta që kishte parë gjatë fluturimeve të saj, dhe për të fshehtat e pyllit që vetëm shpendët i dinin. Arjan, nga ana tjetër, e dëgjonte me vëmendje dhe ndihmonte Zefirën sa herë që kishte nevojë. Një ditë, Zefira erdhi te Arjan me lajme të tmerrshme. Arjan, tha ajo me zë të trazuar, kam parë diçka të tmerrshme nga lart. Një grup gjuetarësh janë duke ardhur drejt pyllit ton. Ata kanë pushk dhe rrieta dhe po vinë për të zënë tigrat. Zemra e Arjanit filloi të rrahë me forcë. Sa kohë kemi, pyeti ai. Jo shumë, tha Zefira. Ata do të arrijnë në kodrat tuaja deri në perëndim të diellit. Arjan dinte që duhej të paralajmëronte familjen e tij, por ai dinte gjithashtu që i ati nuk do ta dëgjonte me seriozitet. Kesar kishte thënë shpesh se tigrat nuk duhet të friksohen nga njeriu, dhe sa ata ishin mjaft të fortë për të luftuar kundër çdo kërcënimi. Megjithatë, Arjan vrapoi në shtëpi dhe gjeti të atin duke i mësuar vëllezërit e tij teknikat e luftës. Baba, thirrëti Arjan. Gjuetarët vijnë. Zefira i ka parë ata. Zefira e ndërpreu Kesar me një vrenjë. Po flet për atë shpend të vogël. Arjan, sa herë duhet të them që tigrat nuk miqësohen me shpendët e vegjël? Dhe pse duhet të besojmë fjalimet e një shpendi? Por baba, ajo është e sigurt. Mjaft, urdhëroi Kesar. Po të vjen frikë nga fantazitë e shpendit tënd, mund të qëndrosh në shpellë. Ne nuk friksohemi nga asgjë. Arjan u ndiej dëshpëruar. Ai e dinte që familja e tij ishte në rrezik,
por askush nuk do ta dëgjonte. Atë natë, derisa familja e tij flinte, Arian u ngrit në heshtje dhe doli nga shpella. Zefira po e priste jashtë. Ata nuk të besuan, apo jo, pyeti ajo me trishtim. Arian tundi kokën. Çfarë mund të bëj? Jam shumë i vogël dhe i dobët për t'i ndaluar gjuetarët. Ndoshta nuk je i fortë në mënyrën që mendon ti, tha Zefira, por unë kam parë zemrën tënde. Ti ke një lloj guximi që vëllezërit e tu nuk e kanë. Çfarë det të hër? Pyeti Arian. Guximi i vërtet nuk është mungesa e frikës, shpjegoi Zefira. Guximi është të veprosh pavarësisht frikës, për të mbrojtur ato që do. Ti më shpëtove jetën, megjithse ishe i friksuar të ngjiteshe në pemë. Kjo është guximi i vërtet. Fjalët e Zefirës i dhan Arianit një ide. Zefira, ti njeh gjithë pyllin nga lart. A ka ndonjë mënyrë që mund t'i ndalojmë gjuetarët pa përdorur forcë? Zefira mendoi për një moment. Po, ka një vend. Ka një gryk të ngushtë midis dy kodrave, ku gjuetarët duhet të kalojnë për të arritur te shpella juaj. Nëse mund ta bllokojmë atë rrugë, atëherë ata nuk mund të arrijnë deri te ne, mbaroi Arian. Por si mund ta bllokojmë? Ka disa gur të mëdhenj mbi grykën, tha Zefira. Nëse i biem atyre gurave me forcë të mjaftueshme, ata do të rrëzohen dhe do ta mbyllin rrugën. Arian pa problemin, por unë nuk jam mjaft i fortë për të lëvizur gur të mëdhenj. Jo vetëm, tha Zefira me një buzëqeshje, por ke miq. Ajo filloi të fluturoj rreth e përqark, duke bërë zhurmë të vogla. Së shpejti, nga të gjitha anët e pyllit filluan të vinin kafshë të ndryshme. Erdhi një ari i madh, disa dhelpra, një grup lepujsh, një familje sanjonish dhe shumë të tjerë. Ky është Arian, u tha Zefira të gjithave. Ai më shpëtoi jetën, dhe tani ka nevojë për ndihmën tonë për të shpëtuar familjen e tij nga gjuetarët. Kafshët e tjera filluan të murmërisin midis tyre. Shumë prej tyre e njihnin Arianin si tigrin e vogël të sjellshëm që nuk i kërcënonte ata si tigrat e tjerë. Ari i madh foli i pari. Unë do të ndihmoj, tha ai. Edhe unë kam një familje për të mbrojtur. Një nga dhelprat tundi kokën. Ne të gjithë kemi dëgjuar për mirësinë tënde, Arian. Do të ndihmojmë. Së shpejti, të gjitha kafshët ranë dakord për të ndihmuar. Ata shkuan te gryka midis kodrave, ku Arian pa gurët e mëdhenj që Zefira kishte përmendur. Ata ishin vërtet të mëdhenj dhe dukeshin të rëndë. Si mund t'i lëvizim? Pyeti Arian. Ari u përgjigj. Nëse të gjithë punonim së bashku dhe i godasim në të njëjtën kohë nga i njëjti vend. Ata u organizuan me kujdes. Ariu, Arian dhe Sanjonit u vendosën nga njëra anë një guri të madh, ndërsa dhelpra dhe kafshët e tjera u organizuan për të ndihmuar me gurin tjetër. Zefira fluturoi lart për të bërë vëzhgim dhe për të paralajmëruar nëse gjuetarët po vinin. 1, 2, 3 urdhëroi Arian. Së bashku, të gjitha kafshët e shtyn gurët me gjithë forcën e tyre. Në fillim gurët nuk lëvizën fare. Pastaj ngadalë ata filluan të lëkunden. Vazhdoni, nxiti Arian. Po funksionon. Me një zhurmë të madhe, gurët filluan të rrokullisin poshtë kodrave, duke tërhequr me vete dëras dhe gur të tjerë. Në pak minuta, gryka ishte plotësisht e bllokuar nga një grumbull i madh shkëmbinjesh dhe dheut. E bëm, thirrëti Zefira nga lart. Rruga është mbyllur, por gëzimi i tyre nuk zgjati shumë. Zefira fluturoi më poshtë me një shprehje të trazuar në fytyrë. Arian, tha ajo, gjuetarët kanë ardhur më shpejt se sa prisnin. Ata tashmë janë në pylle dhe po vinë nga drejtimi tjetër. Zemra e Arianit u shtang. Drejtimi tjetër. Cili drejtim tjetër? Ka një rrugë tjetër në përpylle që unë nuk e dija, tha Zefira. Ata po vinë në për atë rrugë dhe do të arrinte shpella juaj brenda pak minutash. Arian dinte që nuk kishte kohë për të organizuar një blokad tjetër. Ai duhej të kthehej te familja e tij dhe t'i paralajmëronte ata, edhe nëse nuk do ta besonin. Faleminderit të gjithëve, tha ai me nxitim. Tani duhet të shkoj te familja ime. Ai vrapoi sa më shpejt që mundej në përpylle, me Zefirën që fluturonte mbi të. Kur arriti te shpella, ai pa që familja e tij ende po flinte. Dielli sa po fillonte të perëndonte dhe errësira po zbriste mbi pylle. Baba, nëna, vëllezërit, thirrëti Arian. Gjuetarët janë këtu. Duhet të ikim tani. Kesar u zgjua i mërzitur. Arian, të thash që, por ai nuk arrit ta mbaronte fjalin. Nga larg po dëgjoheshin tinguj që nuk i përkisnin pyllit. Zëra njerëzish që po flisnin, zhurma e këmbëve që po thyheshin dënja, dhe tingulli metalik i armëve.
Sytë e Kesarit u hapën gjerë. Si e di e ti? Zefira më tha Arian me nxitim. Tani duhet të ikim. Por ishte shumë vonë. Drita e disa fenere filloi të ndriçonte hyrjen e shpellës, dhe zërat të njerëzve u dëgjuan qartë. Janë këtu, tha një zë burri. Gjurmët çojnë deri këtu. Familja e Arianit u ngjesh në fund të shpellës. Kesar dhe Lira u vendosën përpara bijve të tyre, gati për të luftuar. Por Arian dinte që pushkët e gjuetarëve do të ishin më të fuqishme se sa kthetrat e tyre. Papritur, Arian pati një ide. Nëna, pëshpëriti ai, a ka ndonjë dalje tjetër nga kjo shpellë? Lira tundi kokën. Ka një tunel të ngushtë në anën tjetër. Por ai çonte një gremina e thellë. Është shumë i rrezikshëm. Sa i rrezikshëm, pyeti Arian. Ka një urë natyrale guri që kalon mbi gremin, shpjegoi Lira. Por ajo urë është e vjetër dhe e pasigurt. Askush nuk e ka përdorur për vite. Arian pa një mundësi. Nëse mund të kalojmë mbi atë urë, mund të shpëtojmë. Por nëse ura rrëzohet, filloi Kesar. Atëherë do të vdesim, tha Arian me vendosmëri. Por nëse qëndrojmë këtu, gjuetarët do të na zënë me siguri. Të paktën me urën kemi një shans. Drita e fenerëve po bëhej më e fortë, dhe zërat e gjuetarëve po afroheshin. Ai ka të drejtë, tha Lira. Duhet të provojmë. Kesar e shikoi birin e tij më të vogël me respekt të ri. Ti na shpëtove, tha ai. Nëse nuk do të ishte paralajmërimi yt, të flasim më vonë, tha Arian. Tani duhet të ikim. Familja lëvizi me heshtje drejt fundit të shpellës. Ku Lira u tregoi një kalim të ngushtë që Arian nuk e kishte vënë re kur më parë. Ata u zvarritën nëpër tunel, që bëhej gjithnjë më i ngushtë dhe më i errët. Zefira po fluturonte pranë Arianit. Unë do të shkoj përpara për të kontrolluar urën, përshpëriti ajo. Kur dolën nga tuneli, ata u gjetën në buzë të një gremina të thellë dhe të gjerë. Hëna kishte dalë dhe ndriçonte një urë natyrale guri që shtrihet mbi greminën. Ura ishte ngushtë dhe duke e vjetër, me disa copa që mungonin këtu e aty. Zefira kthehet me lajme jo shumë të mira. Ura është e dëmtuar në disa vende, raportoi ajo. Por duket se akoma mund të mbaj peshën tuaj. Nëse kaloni njëri në herë dhe me shumë kujdes. Nga pas tyre po dëgjoheshin zëra. Gjuetarët i kishin gjetur gjurmët e tyre dhe po vinin drejt tuneli. Unë do të kaloj i pari, tha Kesar. Jo, tha Arian me vendosmëri. Unë jam më i lehtë. Nëse ura do të rrëzohet, më mirë të rrëzohet me mua se sa me ty. Arian, filloi Lira. Nëna, unë e di që jam i vogël dhe i dobët, tha Arian. Por kjo është një gjë që mund ta bëj. Ju keni qenë gjithmonë të fortë për mua. Tani lërm të jemi fortë për ju. Papritur për përgjigje, Arian filloi të ecte mbi urë. Çdo hap ishte një test. Guri i vjetër kërcëllinte nën këmbët e tij. Dhe era e ftohtë natës e bënte të dridhej. Por ai vazhdoi të ecte, hap pas hapi, pa u kthyer pas. Në mes të urës dëgjoi një kërcellje të madhe. Një copë e gurit ra poshtë në errësirën e greminës. Arian ngriti, duke mos guxuar të lëvizte. Ura po dridhej nën këmbët e tij. Arian thirrti Lira nga pas. Jam mirë, tha Arian, megjithse zemra i rahte aq fort sa që mendonte se të gjithë mund ta dëgjojnë. Ai vazhdoi të lëvizte me kujdes të skajshëm, duke testuar çdo hap para se të vendoste peshën e plot mbi të. Kur arriti në anën tjetër, ai u kthye dhe u bërtit familjes së tij. Ura mban, por duhet të vini njëri në herë dhe shumë ngadalë. Lira kaloi e para, pastaj Darius, më pas Maximus. Çdo herë që kalonte dikush, ura bëhej më e brisht. Kur erdhi radha e Kesarit, një pjesë e madhe e urës në mes kishte filluar të qahet. Kesar filloi të kaloi, por kur arriti në mes, ura filloi të rrëzohet. Ai kërceu përpara sa më shpejt që mundi. Por këmbët e tij të pasme ranë në përboshlëkun ku kishte qenë ura. Baba, thirrti Arian dhe pa menduar dy herë, ai u hodh përpara dhe e zuri babain e tij për pjesën e përparme, duke ndihmuar ta tërhiqte veten mbi urën. Arian, tha Kesar kur ishte në siguri, ti më shpëtove jetën. Para se Arian të mund të përgjigjej, ata dëgjuan gjuetarët që po arrinin në buzë të greminës nga ana tjetër. Këtu mbarojnë gjurmët, tha një prej gjuetarëve. Duket se kanë rënë në gremin. Kontrolloni me dritën, tha një tjetër. Familja e Arianit u fshe në errësirën e shkëmbinjve, duke mbajtur frymën. Pas disa minutash që u dukën si orë të tëra, gjuetarët vendosën që tigrat kishin rënë në gremin dhe kishin vdekur, dhe u larguan. Kur ishin të sigurt që gjuetarët kishin shkuar, familja e Arianit doli nga fshehja.
Biri im, tha Kesar, duke vënë një këmbë mbi shpatullën e Arianit. Unë kam qenë i gabuar për ty. Ti nuk je i dobët. Ti je më i guximshëm se çdo tigër që kam njohur ndonjëherë. Por baba, tha Arian, unë jam ende i vogël. Unë ende nuk mund të luftoj si Darius dhe Maximus. Ka shumë lloje guximi, biri im, tha Lira me dashuri. Ka guximin e forcës, por ka edhe guximin e zemrës. Ti ke guximin e zemrës, dhe kjo është më e rrallë dhe më e çmueshme. Darius dhe Maximus erdhën pranë vëllait të tyre më të vogël. Ne jemi krenar për ty, tha Darius. Ti na mësove diçka sot, shtoi Maximus. Guximi i vërtet nuk është mungesa e frikës. Guximi i vërtet, tha Arian, duke përsëritur fjalët e Zefirës, është të veprosh pavarësisht frikës, për të mbrojtur ato që do. Familja e Arianit gjeti një shpellë të re për të jetuar, larg nga rrugët që përdornin gjuetarët. Dhe Arian vazhdoi të jetojë disi ndryshe nga tigrat e tjerë. Ai nuk ishte tigri më i madh ose më i fortë, por ai u bë i njohur në gjithë pyllin si tigri më i guximshëm dhe më i mirë. Kafshët e tjera të pyllit vinin tek ai kur kishin probleme ose kishin nevojë për ndihmë, sepse dinin se Arian do të bënte gjithçka që të mundej për t'i ndihmuar. Ai krijoi miqësi me kafshë që asnjë tigër tjetër nuk do t'i konsideronte as për miq. Me kalimin e viteve, Arian u rrit dhe u bë një tigër i bukur dhe i fortë. Por ai kur nuk harroi mësimet që kishte mësuar kur ishte i vogël. Ai mësoi bijtë e tij se guximi nuk kishte të bënte me madhsinë ose forcën, por me dashurinë dhe vendosmërinë për të mbrojtur të tjerët. Dhe kur kish net me hën, nëse dëgjonit me kujdes, mund të dëgjoni një tigër që po i tregonte për Allan bijve të tij. Për Allan e një tigri të vogël që mësoi se guximi i vërtet vjen nga zemra, jo nga muskujt. Zefira, e cila kishte jetuar shumë më gjatë se sa pritej për një shpend, shpesh fluturonte pranë shpellës së re të familjes së Arianit, duke dëgjuar si ai u tregonte bijve të tij për aventurat e tyre të përbashkëta. Ajo buzëqeshte në mënyrën që buzëqeshin shpendët, duke menduar se si një miqësi e vogël kishte ndryshuar jetën e kaq shumë kafshëve. Dhe kështu, përalla e tigrit të guximshëm u bë një legjendë në pylle, një histori që u tregua nga brezi në brez, duke u mësuar të gjithë kafshëve se fuqia e vërtet nuk vjen nga madhësia ose nga forca, por nga guximi për të qenë i mirë, për të ndihmuar të tjerët dhe për të vepruar me drejtësi edhe kur është e vështirë. Dhe në fund të çdo tregimi të kësaj paralle, storytellerët thonin: mos harroni, guximi i vërtet nuk është mungesa e frikës, por veprimi pavarësisht frikës për të mbrojtur ato që doni. Kështu mbaroi paralla e Arianit, tigrit të guximshëm, i cili tregoi se edhe kafsha më e vogël mund të bëjë dallimin më të madh kur vepron me zemër të mirë dhe guxim të vërtet.